Muaji që ndryshon gjithçka, këto 3 shenja të horoskopit hapin kapitull të ri në dhjetor. Muaji dhjetor vjen me energji të forta transformimi për këto 3 shenja të horoskopit. Ndikimet astrologjike i ofrojnë më shumë me dëshirat e tyre, duke bërë që objektivat personal dhe ëndrat e vjetra të marrin formë të prekshme. Dashi. Për të lindurit në shenjën e dashit, dhjetori sjell një val të re motivimi, shkëndija e brendshme ndizet sërish dhe çdo pavendosshmërisht duket një ide apo projekt që deri më sot ka ekzistuar vetëm në mendjen tuaj nis të konkretizohet. Demi hyn në një periudhë stabiliteti, qartësie dhe fuqizimi personal. Kjo energji u jep mundësinë të kuptoni çfarë ka vlerë në vërtet për ju. Vetbesimi rritet dhe një plan, projekt apo marrëdhënie merr më në fund formën që keni dëshiruar. Dhjetori çon demët një hap më afër realizimit të ëndrrës së tyre. Gaforia. Për gaforet, dhjetori është muaji i shpërblimit shpirtëror. Hapet një kapitull i ri me shërim të brendshëm, lidhje më të thella dhe rritje personale. Tani vjen momenti për të kapur një mundësi reale që mund të ndryshojë drejtimin tuaj të jetës.